motoja tyre është vidh dhe ik. Ergys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës. Terrorist me 2 pejgamberje dhe jeton i qetë pas një lloj bires me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament, ndonë se duhet të informoj shqiptar se një pazar i pist është bërë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës. Dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën, të lëshoj Belindën. Tani të tjerat do t'i ndiqnin vazhdim, por parlament me ata të cilët zbatojnë moton vidh dhe ik nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ligji dhe vetëm ligji duhet të mizotrojë. Faleminderit.